E sa që një muj që ne kemi prezentu këto pika. E unë përpyes kryeministrin e Kosovës dhe lëvizjen vetëvendosje, anë tregoni cila pikë është e dëmshme për Kosovën 6 pika tona. Veç një. Po i themi, lidhe Kosovën me gazin amerikan se na ndihmon në qëndrueshmërinë energjetike. Po i themi, shko investo në termoelektrana, për shkak se kjo na forcon qëndrueshmërinë dhe fuqinë politike strategjike të Kosovës në vend. Po i themi, ngrite pragun e të vëshës, shao frymen me qindra mija bizniseve, pe 30.000 e 100.000. Po i themi, mos e tatimo tokën bujqësore se kjo i ndihmon bujqëve, prodhimit Kosovës. Po i themi, krymo këto rrugë. Përfundoj këto rrugë, këtë infrastrukturë rrugore se u blokush qytetari i Kosovës kur të niset gjithandej Kosovës. Dhe në fund po i themi, garantoni investim në kryeqytetin e Prishtinës, për shkak se kryeqyteti i Prishtinës është epicendra e qytetarëve të Kosovës, që nuk ka të bëjë me investime aty këtu, ka të bëjë me investime dhe planifikime të mëdha që i lëshojnë frym Kosovës. Ju faleminderit.